Esmeralda është një nga hyrjet e gjykatës kushtetuese pikërisht kjo kryesisë së Kuvendit të Prokurorët e Prokurorisë së Posaçme është pikërisht prokurori Dritan Fremçi, i cili ka dhe çështjen e zëvendjes së ministres Belinda Balluku, nuk po së bashku edhe me prokurorin e Posaçme zoti Klodian Brau, të shoqëruar siç kohet edhe nga efektivët e Gardës së Republikës, po drejtohet ndërmjetjes ku pritet mbahet pikërisht mbledhja e këshillit mandateve për kërkesën e prokurorisë së posaçme në lidhje me le të themi një masë më të ashtë për sigurie për zëvendës kryeministren Belinda Balluku, ndërkohë që pak minuta më parë ka mbërritur pikërisht Po, atë sot në orën 10